Zot Kasoni, nëse mund vinë momenti, nga to janë nisë në gjykimin tuaj Trumpi me Kosovën, sepse në këto muaj të fundit kemi pas edhe inflacion deklaratash, por edhe skenarësh. Po, tash janë dy skenarë që janë në tavolinë që i kemi, praktikisht ne kemi një marrëveshje të dakorduar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila shujtur marrëveshje për normalizimin ekonomik ndërmjet dy vendeve të sponsorizuar të mbështetur pikërisht nga administrata Trump në ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mund të ndodhë që ndodhë se njëta marrëveshje ishte mohuar nga Kuvendi i Kosovës, ishte votuar kundër nga një rezolut e propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, mund të ndodhë që njëta marrëveshje të bëhet përpjekje që të riaktualizohet, por edhe Kosova po ashtu ka obligime sa i përket edhe detyrime së bashku me Serbinë, sepse ato detyrime vlen për të dyja vendet me akordet që janë arritur në Bruksel dhe në Orë, tash se ka do të orientohet edhe nuk është bërë qartë, nuk ka dhënë sinjale të qarta administrata e re Trump se ka duhet të orientohet Kosova në drejtim të zbatimit së bashku me Serbinë, të zbatimit të detyrimeve, të obligimeve që dalin nga marrëveshjet e Brukselit dhe aneksi i Ohrit, apo të orientohet nga riaktivizimi i marrëveshjes së Washingtonit. Nëse i shohim, ne kemi parë kohën e fundit tensione ndërmjet Brukselit dhe Washingtonit, vetë shefja për politikë të jashtme zonja Kallas për kundër pretendimeve për të takuar me sekretarin Rubio, homologin e saj amerikan, nuk e ka dalur një gjë të tillë sepse sekretari Rubio sipas deklarimeve mediale nuk ishte kohë edhe përkundër që ishin caktuar takimet. Pra kemi qartë që kemi tensione ndërmjet Brukselit dhe Washingtonit, kemi mosmarrëveshje, kemi një ftoje, sepse tashmë për Washingtonin qasje më e dur diplomatike janë raportet bilaterale, transaksionale me shtetet e veçanta të BE-s, më shumë se sa me institucionet multilaterale, dhe atëherë mund pritet që duke marrë shembullin e marrëveshjes së Washingtonit, përsëri administrata Trump, por gjithmonë çështja primare është Ukraina, ta kemi parasysh këtë fakt, por nëse do të gjej kohë dhe edhe Irani, siç e pam, kemi edhe Irani është një çështje lindje e mesme, është një çështje tjetër po ashtu me interes, por nëse ajo do të fokusohet, nuk përjashtohet mundësia që të hyjë një riaranxhimi ndërmjet marrëveshjeve bilaterale ndërmjet këtyre dy vendeve, siç kishte tentuar nëpërmjet marrëveshjes së shtatorit të Washingtonit. Në atë kohë ishte quajtur marrëveshje për normalizim ekonomik, por çka mund të sforcohet të plotësohet kjo marrëveshje, mbetet të shihet, por deri më tani nuk ka indikacione të qarta në këtë drejtim. Mirë, po sjellja e administratës amerikane në raport me BE-n nuk e përjashton mundësinë e përfshirjes së SHBA-ve nëpërmjet të dërguarit të saj për misione speciale në vatra të nxehta gjeopolitike, Richard Grenell, për një marrëveshje të përbashkët me garanti me mbështetjen amerikane ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Një hartë të re në Ballkan e përjashtoni? Nuk duke marrë në bazë të deklarimeve të zotit Rubio, kritikave që bëri ndaj përfaqësuesit të serbëve të Bosnjës, duket që nuk ka gatishmëri në këtë drejtim aktualisht, sepse ai ishte shumë kritik dhe shumë i prerë që nuk do tolerohen tendencat secesioniste, separatiste të serbëve të Bosnjës, kryesisht të zotit Dodik, për ta minuar marrëveshjen e Washingtonit. Pra, ky reagim i ashpër i State Departamentit të shtetit, i përfaqësuesit të saj, top diplomatit amerikan kundër çdo tendence për ndryshim të parametrave aktual të shteteve të Ballkanit Perëndimor, më bën të kuptoj që nuk duket aktualisht në horizont ndonjë opsion tjetër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në tavolinë.